Guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slaveski pas një viti sërish aktualizoi çështjen e provizioneve bankare. Me një postim në rrjetin social X, Slaveski bëri thirrje për shqyrtim të ndryshimeve ligjore me të cilat Bankës Popullore do t'i mundësoheshin mekanizma për mbrojtje më të madhe të përdoruesve të shërbimeve të pagesave dhe për kufizimin e disa tarifave bankare sipas shembullit të disa vendeve evropiane. Banka Popullore aktualisht nuk ka kompetencë ligjore për t'i rregulluar drejt për drejt provizionet që i ngarkojnë bankat. Megjithatë, zhvillimet aktuale tregojnë se është e nevojshme të shqyrtohen mundësitë për plotësimin e kornizës ligjore sipas shembullit të disa shteteve evropiane. Thirrja e Slaveskit vjen pasi disa banka paralajmëruan rritje të provizioneve për shërbimet në qarkullimin e pagesave, gjë që shkaktoi reagime në publik. Në shumicën e rasteve bëhet fjalë për rritje me përqindje dyshifrore. Sipas guvernatorit, aktualisht nuk ekzistojnë arsye të justifikuara ekonomike për një hap të tillë. Slaveski shpjegon se një numër të konsiderueshëm vendesh europiane ekzistojnë mekanizma për kufizimin e kostove bankare, të cilat sigurojnë kushte të drejta dhe të parashikueshme për qytetarët dhe kompanitë. Ministrja e Financave, Gordana Dimitrievska Koçoska, e pyetur për mundësinë e kufizimit të provizioneve bankare, tha se tarifat nuk janë pjesë e materjes ligjore dhe asnjëherë nuk kanë qenë. Надоместоците не се законска материја, така што немам повеќе што да додадам. Тоа што е законска материја, ние го разгледуваме. Надоместоците не се дел од законската материја. Ndërkohë, bankat vendore e përfunduan vitin 2025 me fitim prej rreth 304 milion euro. Vitin e kaluar nga provizionet dhe tarifat kanë inkasuar mbi 196 milion euro, nga të cilat u kanë mbetur neto mbi 118 milion euro.